Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku në Klinika 24 si çdo të shtunë. Është janar, është moti ftohtë dhe praktikisht jemi në pikun e virozave dhe gripit. Por a e dije që? A e dije që shumë persona infektohen nga gripi dhe viruset jo nga moti ftohtë, por nga një gabim i përditshëm që bëjmë? Moti ftohtë nuk na infekton, viruset po. Dimri thjesht krijon kushtet që gripi dhe virozat të shpërndahen më shpejt. Cili është gabimi më i madh që ne bëjmë? Të prekësh fytyrën, syt, hundën, gojën. Dhe një kuriozitet, ne bëjmë këtë veprim 20 deri 30 herë në ditë pa e kuptuar. Dhe viruset nuk hidhen tek ne, ata që ndrojnë në duar, në telefona, në dorezat e dyerve, në tavolina. Dhe nga ato, ne i shpërndajmë në membranat e mukozave. Duart tona prekin vazhdimisht, sipërfaqe, por infektimi ndodh vetëm kur viruset prekin syt, hundën, gojën. Këto janë porta e vërtetë e hyrjes së viruseve. Ajri i ftohtë nuk shkakton infektime dhe kjo është e sigurt. Ai i bën njerëzit të rinë më shumë brenda, të prekin sipërfaqe të përbashkëta dhe të prekin fytyrën më shpesh. Gripi shpërndahet përpara se të shfaqen simptomat. Njerëzit ndihen mirë dhe ata ndërkohë mund të jenë ngjitës. Kështu që të shmangësh njerëzit e sëmur nuk është mjaftueshëm. Larja duarve është veprimi i dur. Lani duart përpara se të prekni fytyrën. Përpara prekjes së sipërfaqeve publike, pas përdorimit të telefonit, jo vetëm në mëngjes, jo vetëm kur ju kujtohet. Një rregull i thjeshtë, por që ndryshon gjithçka. Duart larg nga fytyra. Ky veprim redukton hyrjen e viruseve më shumë se kombinimi i shumë suplimenteve. Për rubrikën specialistin studio, unë kam të ftuar Esmeralda Meta, je mjeke infeksioniste, mirë se erdhe mbas një kohe të gjatë. Mirë se ju gjeta, Anda, dhe faleminderit. Është tamam piku, thuhet, i virozave, i gripit dhe jemi në sezon, është ftohtë. Për rubrikën a e dije që ne sqaruam që nuk na sëmur moti ftohtë, po na sëmur mënyra se si ne prekim fytyrën dhe i çojmë viruset tona në ato që ju i quani mukoza. Doktoresha, larja e duarve ndihmon, po shpesh ne përtojmë dhe përdorim nga këto larësit që i kemi për kollaj. Është e njëjta gjë? Jam dakord me ty, da jemi në pikun e sezonit të gripit, që është një nga virozat madhore respiratore, që ka impakt në shëndet. Dhe shpesh herë themi gjatë gjithë vitit, kaluam një herë gripin, kaluam 2 herë gripin. Në fakt, ky është gripi, i periudhës së dimrit, nga muaj dhjetor deri nga mesi muajit mars. Dhe nuk është i ftohti, klima e ftohtë ajo që na smur ose na jep virozat. Janë viruset dhe sjellja jon kundrejt tyre. Dhe kryesisht nëse do flisnim për gripin specifikisht në periudhën në të cilën e jemi, përhapja e tij është përmes rrugëve respiratore, spërklave, të cilat kontaminojnë ose ndotin ambientin përreth nesh. Sipërfaqet e ndryshme, telefonin, çantën dhe mbi të gjitha janë duart ato që prekin të gjithë këto objekte. Eliminimi i sasisë virusit nga duart është mënyra më e mirë dhe e vetmja ideale është larja e duarve. Ai zëvendësojnë solucionet e tjera larjen dhe shplarjen e duarve, qoftë edhe sapunin, natyrisht nuk e zëvendësojnë 100%. Ato ndihmojnë në momentet kur ne nuk kemi ujë dhe sapun në ambientet ku jemi për t'i shplarë duart. Që do thotë, në qoftë se jemi në rrugë, në qoftë se jemi në autobus, në qoftë se jemi në ose në ambientet të tjera, ose dhe kineman, për shembull, ku ti nuk ke ambiente ku t'lash duart, por kontaminon ose prek me duart sipërfaqe të ndryshme, kjo është metoda e dytë ndihmëse për të desinfektuar. Që natyrisht, dhe nga momenti i desinfektimit, dhe në momentin që mund të preki mukozat, hundën, gojën, veshin apo syt, kërkon disa minuta që ai të veprojë për të bërë desinfektimin, për të ulur ngarkesën mikrobike, në mënyrë që të jetë sa më e pakët ajo ngarkesë për ty në mukozat tona, sepse ne dhe nga natyra jemi
prekës Në të fakt, fytyrës. unë thash edhe si kuriozitet, ne pa e kuptuar 20-30 herë e preknim fytyrën edhe nuk e kuptonim që po e prekim. Është një gest që ne bëjmë edhe pa vedi, e mbas edhe natyra që jemi mesdetar, flasim me duar, jemi ekspresiv. Gjithashtu, një nga pikat në një postim që lexova ishte që i ftohtin a bën që të rrim më gjatë brenda, apo cilat janë vendet, doktoresha, që mund të themi e kanë, apo sipërfaqet që ne i prekim më shpesh edhe ato janë më të ngarkuara, sepse janë prekur dhe nga persona të infektuar. Natyrisht që klima e ftohtë, temperaturat e ulta të bëjnë të rish në ambiente të brendshme. Dhe në ambiente të brendshme grumbullimet janë më të mëdha. Prandaj si që është vënë re, virozat, gripi është i përhapur në vendet ku ka grumbullime. Përgjithsisht fillimisht ne e gjejmë në kopshte, në shkolla, në fakultete, sepse aty janë densija më e madhe. Ne si në transportin publik, sepse në kohë të ftohtë e përdorim më shumë për të shmangur shiun, të ftohtin. Ne përdorim si popullat shumë edhe kafenet. Ne qëndrojmë dhe gjatë. Gjatë, për më tepër. Duke qëndruar gjatë pa tjetër në distanca të afërta, si që kanë vënë re tavolinat. Kështu që një teshtitje i njërit, një kollitje tjetrit, do reflektohet sepse teshtitja ka një shpejtësi dhe shpërhapje të largët të spërklave. Që është dhe e drejt për drejt, po kontaminon dhe si përfaqe. Më duket është edhe mbi 1 metër, që shkon larg. Larg. Pastaj ka të bëjë edhe rregullat individuale, kush i respekton që vendos dorën ose shamin, apo të shtin direkt në ambient. Dhe natyrisht sa më gjatë rish në këto ambiente, sa më shumë të prekësh si përfaqe dhe të prekësh gojë, mukozat e gojës ose dhe hundën, do rrisësh qoftë kohën, qoftë dhe ngarkesën mikrobike që do kaloj në këto mukoza. Dhe i bie që pastaj sa më lartë të jetë kjo ngarkesa, sa më lartë jetë ngarkesa mikrobike, aq më potente është mundësia që ti jo vetëm zhvillosh viroz, por ndonjëherë edhe forma e virozës që ti të manifestosh. Sa më e vogël të jetë ngarkesa virale, sistemi imunitar është në gjendje ta suprimoj, ta frenoj, dhe mos shkoj në zhvillimin e formave të mesme ose më të rënda të sëmundjes. Sa më lartë jetë ngarkesa mikrobike virale dhe sa më gjatë rish në këto, natyrisht aq më probabël është që jo vetëm të smuresh, por të kesh edhe forma dhe më të mbi të letat të virozave. Po i them të mesme edhe mbi të mesme. Në fakt, të kërkova me ngut, u bë shkak dhe të falenderoj se ke postuar edhe të gjithë oraret e tua, një postim i cili thoshte duket sikur disa persona e kalojnë më gjatë virozën, apo gripin, apo qoftë edhe rrufën, për disa gabime që ata i bëjnë pa e kuptuar. Do t'i flasim një nga një ato se janë nuk të shkon mendja, tek për shembull nisim me gabimin e parë. Kur jemi me viroz apo me grip, ne nuk heqim dorë nga rutina e përditshme, është gabimi numër 1. Shpeshherë nënvlerësojmë virozat. Mendojmë që jemi me një imunitet fort, jemi të fuqishëm, edhe mund t'i përballojmë duke ndjekur ritmin e përditshmërisë. I pari që viroza prek ose që reagon është sistemi imunitar. Këtë e mësuam edhe të Covidit. Po, ajo është ushtria jonë. Pa të ne jemi totalisht të pambrojtur. Nuk janë medikamentet që na mbrojnë, sistemi imunitar që na mbron. Dhe në një moment të tillë ai është në alertë, që i duhet për të shumë fishuar dhe për të reaguar pikërisht në zonat ku ka atakimin e parë virusi. Nëse ne do ndjekim të njëjtin stil të ngarkesës përditshmërisë së punës, kryesisht, ne nuk i japim kohë këtij sistemi imunitar për të bërë paralelisht dhe jo vetëm sistemi imunitar, por dhe organizmit. Për shembull, gripi kap rrugët respiratore, duke filluar që nga fyti, pjesa laringut, trakes, prek muskujt. Këto janë të inflamuar dhe të smur, dhe ne i ngarkojmë atij një dyfish pune, duke qenë këtej smur dhe këtej të përballojë energjinë dhe ngarkesat tonë të përditshme. Sistemit nervor gjithashtu, sistemit zemrës dhe sistemit kardiovaskular gjithashtu. Kështu që në momente të tilla ne nuk japim shansin organizmit dhe mundësinë që ky sistem imunitar
i kundërvihet totalisht virozës dhe organeve dhe sistemeve të tjera që të jenë në funksion të kësaj lufte për të mos mbajtur atë peshën e përditshmërisë sonë. Edhe kur nuk kemi temperaturë? Nëse do flisnim për gripin... Sepse zakonisht thuhet kam dalë në punë se nuk kam temperaturë. Jam me grip apo jam me viroz, po nuk kam temperaturë dhe kam dalë në punë. Është e gabuar kjo? Natyrisht që stadiet e virozës janë të ndryshme, ka forma të lehta, ka dhe forma asimptomatike. Në momenti që fillojnë shenjat e para që ne ndjemi diskomfort, kur ndoshta temperatura s'ka filluar ende, dhe ajo mund të fillojnë mbas 24 ose 36 orësh. Kjo është ai momenti që përgjithsisht individët nuk e kuptojnë, ndihen jo mirë, por nuk e ndajnë dot nëse është fillimi një gripi, po flas, apo i ndonjë viroze tjetër. Nëse do flisim specifikisht për gripin, gripi shoqërohet me temperatura, me dhimbje të forta muskujsh, koke, simptomat e përgjithshme dhe më pas ato specifike që janë respiratore apo dhe komplikacionet e tjera. Ose përjetojnë mornica, të cilat nuk i diferencojnë. Edhe është pikërisht shenja e rritjes së temperaturës. Dhe mornicat janë një diskomfort. Që jepi një kohë trupit të pushoj, mos vazhdojnë në pikun e virozës duhet ketë prioritet organizmi për të marrë veten. Jo rutinën që jemi mësuar për ditë, jo jepi një kohë trupit. intensitetin e fuqishëm. Ndërkohë një gabim tjetër është gjumi. Ne kalojmë kohë me telefon, jemi dhe të paqefshëm edhe si kur kjo na bën edhe të na shtyhet gjumi një çik më shumë, edhe gjumi në përditshmëri patjetër që ka rëndësinë e tij se na ndihmon të rikuperojmë dhe të kryejmë funksionet e ditës së nesër më mirë, por sidomos në këto kushte që jemi. Sidomos në pjesë në smundjet ose në viroza që po flasim specifikisht, gjumi luan në rol shumë të rëndësishëm në imunitet. Nxit rikuperimin dhe prodhimin e qelizave imunitare, siç janë limfocitet T ose natural killer që i quajmë ne. Nxit funksionimin e mirë dhe prodhimin e antitrupave. Kështu që një gjumë ose shansi që japim ne duke mos e privuar gjumin, japim shans imunitetit të rikuperohet. Këto qeliza imunitare në këtë moment janë të nevojshme të jenë qoftë në numër, qoftë në funksionin e tyre optimal. Ana tjetër, janë sisteme që kanë nevojë të pushojnë. Janë muskujt, është truri, është zemra, është sistemi respirator. Dhe të gjitha këto, duke bërë një gjumë të plot, duke i dhënë shansin për të bërë një gjumë të plot, i jep mundësinë që atë jo energji që i duhet organizmit të rezervohet dhe të shkojnë në funksion të shërimit, të përmirësimit. Pra jo shumë telefon, jo shumë filma, më mirë natyrisht, oraret e gjumit duhet të respektojnë, sepse ne shpesh, sidomos popullata që është aktive, është pikërisht ky kontingjent i popullatës që e nënvlerëson virozën. Se dy grupet e tjera, siç janë moshat e treta me smundje kronike ose fëmijët, kjo kategori respektohen, janë më rigoroz. Ndërsa ata që i quajnë veten të fuqishëm, mendojnë që paralelisht mund të mundin dhe smundje të bëjnë dhe punë. Ky emision është për ta. Po, inkludohemi dhe ne që konsiderojmë veten nga ana imunologjike dhe aktiv. Do më thënë të fuqishëm. E thamë jo rutinën që jeni mësuar për ditë. Të minimizohen ngarkesat. Por ndërkohë, në ditët që jemi pa qef, edhe nuk na ikën edhe ajo shija, jo në kuptimin që u mësuam në Covid që një nga shenjat të ushim s'kemi shije, po nuk kemi në atë, nuk e shijojmë. Viroza e prish edhe këtë simptom, sepse ndodh inflamacioni mukozave, inflamacioni hundës, na prishet nuhatja, na prishet shija, ulet dhe oreksi, rrjedhimisht. Megjithatë, kjo s'do të thotë që ne duhet ta nxjerrojmë ngrënën dhe të pirën. Absolutisht. Dhe kjo duhet jetë e ndarë gjatë ditës. Ushqimet të cilat përmbajnë proteina, zakonisht gjatë virozave nuk preferojnë ushqimet e forta, ushqimet e lëngshme. Po e rëndësishme është që të kenë brenda qoftë vitaminat, qoftë proteinat. Ushqimet në formën e suprave, lëngjet e frutave që përmbajnë vitaminën C, përmbajnë zinkun. Jo të paketuarit, ta themi. Unë në fakt, kur vjen puna dhe gabimi 4 është hidratimi, sepse në fakt mjekët gjithmonë edhe vit pas viti e thonë s'ka gjë, po e them të pestin të parin, pas taj kaloj të i 4-ti, e thonë që
qëndroni të hidratuar, edhe shumë lëngje. Më mirë ujë se sa lëngjet me shumë sheqer, apo? Natyrisht. Nënkupton ujnë, normaliteti ditor duhet jetë rreth 6-8 gota, dhe lëngjet e frutave, po të frutave natyrale, jo lëngjet e... Apo dhe kompostot, ne kemi pasur tradit me kompostot. Zierja e frutave, shumë e mirë. Olla, ftoj, frutat e stinës, që ne i konsumojmë në përditshmëri. Cili është roli i ujit dhe i lëngjeve në organizëm? E para, edhe uji, sikurse edhe proteinat, ushqimet proteinike dhe të tjerat, edhe uji eliminon toksinat nga organizmi dhe mbetjet që prodhojnë. Në sistemin limfatik, bën pikrisht, ndihmon në një hidratim i mirë, ndihmon lëvizjen e qelizave imunitare përmes sistemit limfatik dhe eliminimin e toksinave. Mban të hidratuara të njoma mukozat, sidomos mukozat respiratore. Pikërisht ato që duke u mbajtur të njoma, jep mundësinë edhe eliminimit të patogjenëve të ndryshëm, të mikroorganizmeve, të një funksionimi të mirë. Hollon sekrecionet, duke të ndihmuar për t'i eliminuar. Pra më pak kafe dhe alkohol. Absolutisht, sepse alkoholi deprimon imunitetin. Sidomos ne tani themi zero, edhe siç në çdo emision përmendim stop duhanit, ne në fakt me guidat të reja dhe ato që ka thonë mjekët gjithmonë në studio, jemi drejt asaj që jo përdorimit të alkoolit, megjithse ajo mënyra e moderuar që e thonë mjekët, kur jeni pa qef mundohuni ta shmangni, apo jo, doktoresha? Patjetër, sepse ajo është një nga frenuesit kryesor të imunitetit. Të imunitetit. Dhe një gabim që në fakt ne përdorim analgjezik dhe përdorim dhe ulësit e temperaturës. Madje disa herë në ambienten kolektive kam dëgjuar që i marrin edhe si parandalus. Ky është një gabim tjetër i madh, doktoresha? Medikamentet, sidomos simptomatikët, si që janë paracetamoli, ibuprofeni apo klasat e antiinflamatorëve që luajnë rol në uljen e temperaturës apo qetësimin e dhimbjeve. Në rastin e virozave, febriliteti ose temperatura lartë është reagim i organizmit kundrejt mikroorganizmave. Dhe përgjithsisht në temperaturat subfebrile deri në 38 nuk rekomandohet dhënia e menjëhershme e këtyre preparateve. Pse? T'ja për shans organizmit ta eliminoj natyrisht mbi këto temperatura dhe mbi 38 e gjysmë, kur këto janë persistente, janë rezistente, se varet dhe një viroz ose një sezon gripi me një sezon gripi nuk janë të ngjashëm në agresivitetin e virusit, me rekomandimin e mjekut se sot mundësia e konsultimeve është e jashtëzakonshme përmes telefonit, përmes celularit, mjekut familjes, specialistit e të tjera, përdorimi i tyre. Shpeshherë kanë tendencën që nuk ma uli për 2 orë të pi dhe një gjë tjetër. Medikamentet kanë kohën e vetë të veprimit, edhe temperatura ka kohën e saj që arrin pikun dhe më pas gradualisht rënien. Dhe jo pa shkast themi që çdo 4 orë paracetamoli, për shembull çdo 6 orë ibuprofeni, duke i lënë kohë ciklit të saj fiziologjik, qoftë veprimit të medikamentit dhe ciklit të zhvillimit të temperaturës. Nuk duhet jemi shumë agresiv. Edhe jo me shumicë dhe jo shumë agresiv. Natyrisht, kur themi jo me shumicë, pirja në vakte të shpeshta, të cilat nuk janë të rekomanduara, sepse do japin dhe mbi dozime, mund të shoqërohen dhe me ulje në normalitetin e temperaturës dhe me efekte anësore të tyre. Dhe hipotermia e medikamentoze. Duhet i lëm kohën e vetë, roli që luan imuniteti e theksoj sërish, nuk e luajnë medikamentet. Medikamentet do hynë në rolin e tyre ose në funksion, me këshillën e mjekut, sepse dhe rasti nuk i ngjanë. Unë vërej, për shembull në urgjencën tonë, shpeshherë ka nga ata pacientë që thonë, të bëj shpejt se do ikin punë. Jo, nuk mund të qëndroj, so do marrë një perfuzion, do marrë të ulë temperaturën, se nesër patjetër duhet jem në punë. Thënë, çdo gjë del prioritet, ndërsa shëndetit na del në plan të dytë. Në fakt, kjo që sapo përmende ishte dhe thelbi i gjithë bisedës. Pra,
në periudhë, apo nëse jemi me grip dhe me viroz, trupi ka nevojë për kohën e tij. Kërkon të pushoj, të qetësoj, që të rikuperoj dhe të rigjenerohet. Nga ana tjetër dhe vetë viroza ta ul efikasitetin në punë. Ti nuk je përqendruar. Nuk je fizikisht, nuk je psikologjikisht. Je fizikisht, por nuk ke atë rendiment. Nuk e ke të njëjtin rendiment. Dhe sa më gjatë të qëndrosh në punë, aq më shumë kohë do t'i duhet organizmit për të rikuperuar dhe shpesh thonë mu rikthye sërish. Do rikthehet sërish nëse nuk i lë kohë eliminimi totalisht dhe i lë shans komplikacioneve për të ndodhur. Kështu që megjithëse duket sikur kjo jeta frenetike dhe ato mundësitë që më duhet të jem në punë patjetër që janë prioritet, por duhet të gjejmë të paktën mundësinë që kur jemi të gjejmë një balans. Një balans, që themi të që ato format e lehta të virozës mos na kalojnë në forma të mesme, aq më keq në forma të rënda që do kërkojnë më pas qëndrime spitalore ose hospitalizime. Falenderoj shumë që ishe dhe të pres përsëri. Ju falenderoj dhe është gjithmonë kënaqësi me ty. Publicitet. Për rubrikën në formë pas 3, Endri Mone është me ne, është fizioterapist, si çdo javë ne kemi nevojë për këshilla dhe informacioni jemi në dimër, në fakt duket sikur kemi dhe problematik nga qërime dhe si më të mbledhur nga i ftohti. Megjithëse sot morëm shkas nga një çështje që ti e ke shumë për zemër. Bëhet fjalë për skoliozën, një problematik që haset shpesh tek fëmijët. Mund ta thuash diçka më tepër pse e sheti problem të madh skoliozën tek fëmijët? Atëre, problemi më i madh në të tilla raste tek fëmijët është sepse duhet koha e duhur për ta diagnostikuar ashtu siç duhet. Dhe shpesh herë ne gjejmë momentin jo të duhur, edhe duke qenë se është si një, le të themi, patologji e fshehtë, sepse shumë rrallë jep dhimbje, nuk është iniciator fëmia për t'u ankuar dhe për të shkuar drejt specialistit për ta bërë këtë depistim. Duhet se s'bën të ndodhi që mësuesi i skulpturës, mësuesi i baletit, ai i notit ose kushdo që ka të bëjë me mirëqenien fizike dhe ka fëmijët pranë, të shikoj ose të mirë menaxhoj rritjen e këtij fëmije për të parë asimetri të ndryshme, sepse skolioza dhe deformimet e tjera të kolonës, siç thashë pak më parë, nuk para japin dhimbje, por kanë asimetri trupore. Dhe kjo asimetri trupore kur duket apo kur dallon kjo asimetria? Pikërisht, kjo asimetria trupore ndryshon tek fëmijët në periudha të ndryshme dhe fëmijët të cilët janë më së shumti në vëmendje duhet të jenë grup mosha 9 deri në 16 vjeç. Sa po fillon ajo pjekuria e muskujve dhe kockave dhe zhvillimi. Duke qenë se është një patologji e cila prek më shumë femrat, është 7-8 herë më e prekur te femrat, edhe sidomos tek vajzat e vogla. Te vajzat është më e ndjeshme dhe një vit para ardhes menstruacioneve dhe një vit pas ardhes menstruacioneve është piku më i madh i zhvillimit. Pra, unë gjithmonë them fëmijët e qershorit që ti shef qershor nuk janë një lloj dhjetor, sepse pësojnë një rritje dhe një ndryshim shumë të shpejt, të cilën ti mund ta kesh parë shumë të shëndetshëm fizikisht, por mund të kemi asimetri të vogla. Dhe te këto asimetri të vogla marrin shkasje të bëhen më pas të mëdhaja. Dhe mbi të gjitha duhet të theksojmë që skolioza është idiopatike, që do thotë pa një shkak real. Dhe kjo pa shkaku real. Para se të kaloj atë shkaku, se do ngria edhe një problematik tjetër, doja të ndaleshim dhe ta theksonim edhe një herë se m'pëlqeu që bëre një thirrje për mësuesit e fizkulturës, për trajnerët, për të gjitha ato kujdestarët e kurseve ku shkojnë fëmijët sportive pasdite, po pse jo dhe një thirrje për prindrit. Më kujtohet një nga mjekët e ftuar ortoped në emision më pati thënë dikur që çdo vit është mirë që përveç se matjes peshës, ta zhvishni fëmijën në pjesë nga mesi e lartë dhe të shikohet, të shihet trupi, shpatullat dhe qëndrimi tim, mbase është kjo thirrja e duhur në këtë rast, por moshën do ma specifikosh dhe një herë. Atëre, mosha pas moshës 7 vjeç ka sens që të shikohet pothuajse çdo vit. Dhe fatmirësisht, edhe pse jemi vonë krahasi me vendet e rajonit, ka filluar depistimi në shkolla dhe mësuesët e fizkulturës është një hallk kyçe të cilët depistojnë me qindra dhe mijëra fëmijë për t'i parë ashtu siç duhet dhe mjaftojnë vetëm 5 minuta për të diagnostikuar nëse kemi të bëjmë me një fëmijë i cili duhet ndjekur apo duhet shtyr konsulta përsëri pas 6 muajsh apo një viti në varësi të shenjave që ajo jep.
shenjat janë të dukshme tek personat e cilat merren me këtë gjë. Një supë më poshtë se sa tjetri, një shpatull më poshtë se sa tjetra, pjesa e këndit të brinjve në frymarrje duket që ka një asimetri ose mund të jetë më përpara ose mund të jetë më poshtë. Trekëndshi që formohet tërmjet duarve dhe pjesës së legenit duket që njëra pjesë mund të ketë spostuar më shumë se ç'duhet. Nga njëra anë. Këto janë demonstron dhe një herë që ta patjetër, nëse ne shikojmë një fëmijë para ose mbrapa në këtë pozicion, nëse kemi një rotacion të legenit ose një spostim, një shift të legenit, duket që hapësira që është nga njëra anë nuk është një lloj me anën tjetër. Dhe këto janë shenjat kryesore të cilët pastaj një supë mund të jetë më poshtë se sa tjetri dhe këndit poshtë i shpatullave mund të jetë në disnivell. Edhe kjo ndonjëherë duket sikur është një mënyrë qëndrimi e pa vullnetshme, po që ka një mënyrat e qëndrimit, siç thash më pak më parë, nuk jep dhimbje, është pa një arsye konkrete se si mund të zhvillohet dhe gjithë lufta që ne bëjmë është stopimi i progresionit. Ne, nëse një skolioz do zhvillohet, ajo mund të zhvillohet në trupin e fëmijëve, por nëpërmjet metodave specifike që përbëhen në fizioterapi, apo në trajtimin ortopedik me bust apo me korse korrigjuese, këto lloj metodash ulin dhe stopojnë progresionin e saj, sepse është një patologji progresuese, vetëm rritet. Vetëm rritet dhe pastaj bëhet edhe aq sa ne nuk kemi mundësi më ta rikthejmë, do ta shoqëroj këtë nga një fëmijë në një adult. Duhet që ka një limit kohor deri kur duhet trajtuar, sepse limiti kohor është minusi më i keq në këtë diagnozë. Disfavori më i madh. Disfavori më i madh në këtë diagnozë. Për vetëm arsye sepse duhet depistuar sa më herët dhe trajtuar sa më herët, sepse mundësia për të trajtuar është deri në arritjen e pjekurisë kockore. Dhe pjekuria kockore është individuale. Dikush e arrin 16 vjeç, dikush e arrin 17 vjeç, dikush e arrin 19 vjeç. Pra, deri në arritjen e pjekurisë kockore ne kemi mundësi që të ulim progresionin e saj. Pastaj më pas bëhet shumë e vështirë, por mos të ne pamundur për të ulur gradët në skoliozat të cilat kalojnë fazën e 2 dhe fazën e 8 të trajtimit. Më pëlqeu që të roqëm vëmendjen dhe sidomos ta theksojmë për vajzat, sepse thej që tek vajzat është shumë herë më e shprehur se tek djem 6 herë, dhe mua në fakt më duk një... Në varësi të gradëve shkojnë nga 4-5 herë deri në 7-8 herë. Deri në 7-8 herë, më duk një, të themi një statistik me një diferencë të madhe. Dikur, the pa shkak, po dikur në fillimet e këtyre çantave të shpinës, u quajtën ato si përgjegjëse për një problematik të tillë. A janë vetëm ato, apo mund të kemi dhe të themi nxitës të tjerë, meqense nuk kemi një shkak të mirëfillt? Për të bërë një qartësim, çfarë do lloj mjeti rrethanor që fëmijët i rrethon, banka, mënyra të fjeturit, sepse janë pyetje që prindërit shpeshherë i bëjnë, çantat e rënda, celulari, iPad-et, gjitha mjetet rrethanore të cilat mund të prishin posturën, pra mënyrën e qëndrimit, janë faktorët të cilët mund të krijojnë një posturë kifotike dhe një posturë skoliotike, pra një qëndrim, një keq qëndrim. Ndërsa skolioza është deformim kockor, i cili momentalisht diagnostikohet 80% e rasteve si pa shkak, dhe të gjitha faktorët rrethanor mund ta dëmtojnë dhe mund të procedojnë më përpara në dhimbje muskulare, në keqëndrime të tjera të cilat pastaj mund të bëhen permanente, por nuk mund t'i atribuojmë gjithë arsye shkaktarin, skoliozës, çantat apo keqëndrimin e një fëmije. Përmendë një term që ishte kifoz, dhe mbasi jo të gjithë e kupton. Atë do thosha pak më parë. Ne bëjmë edhe fatkeqësisht ne çdo shtator flasim për çantat e shkollës, por ky është një temë për çdo muaj. Dhe ai mjeku që ju përmendët pak më parë ka bërë një thirrje shumë të durë sepse kjo lloj vizite ose kjo lloj depistimi duhet bërë çdo vit, pavarësisht sepse fëmijët ndryshojnë çdo 6 muaj, çdo një vit mund të ndryshojë, pavarësisht se ky fëmijë nuk ka pasur më përpara një lloj problematike dhe nuk shfaq një problem. Shumica e prindërve thonë, fëmia im los, bën 3-4 aktivitete, si ka mundësi. Kjo gjë ndodh. Për sa i përket kifozës, është, le të themi, patologjia në një plan tjetër i deformimit të shtyllës kurrizore. Nëse në planin frontal, pra përballë, ne shikojmë një deformim lateral të shtyllës kurrizore, në planin sagittal, ansor, ne shikojmë një krusje. Dhe këtë krusje ne e kemi të gjithë, është prezente te ne, kifoza është prezente te ne, por mbi limitet e kësaj gjëje quhet hiperkifozë torakale, e cila e vazhdon akoma më tepër dhe ka të njëjtën ecuri si puna e skoliozës, trajtohet deri në arritjen e pjekurisë kockore. Është pak më e shprehur tek meshkujt, pra kanë atë moshën 9 deri në 12 vjeç, të cilët fëmijët për mos aktivizimin e duhur dhe për mos aktivizimin e tepërt të tonifikimit të muskulaturës dhe në aktivitetet tjera sportive, bëjnë që nuk e përballojnë dot mirë këtë mënyrën e qëndrimit drejt, por fillojnë të kurren. Dhe pesha gravitetit bën të vetën dhe ti fillon të kurrësh akoma më tepër. Dhe çdo lloj gjëje nis nga mënyra e qëndrimit dhe le të themi estetika e fëmijës. Dhe shumica janë të preokupuar për estetikën,
por ka mënyra për të diagnostikuar shumë ka kollaj. qenë Bae Kurrizin drejt, ka qenë një nga thënjet që ka shoqëruar dekada më parë të gjithë fëmijët. Duket sikur tani e kemi harruar për vetë faktin që edhe ne jemi ndërkohë edhe si adult duke u marrë me ato tabletat celular teknologjik. 10 vjeçari fundit ka prishur jashtëzakonisht shumë gjëra me rritjen e teknologjisë, qoftë adultët, qoftë fëmijët. Por unë jam gjatë gjithë kohës në konflikt me prindrit, sepse i them fëmijës, të thot ndonjëherë mami ose babi rri drejt, më thot po, i them të lutem. Thuaj mamit dhe babit, mos të thot më sepse do thjesht do krijoni një konflikt midis jush. Rri drejt nuk është zgjidhje e një problematike. Nuk është kjo zgjidhja, pra. Rri drejt është një tërheqje vëmendje që fëmia do rri drejt për disa sekonda, por do kthehet përsëri në pozicionin e tij. Dhe duhet ndërgjegjësimi i fëmijës me shumë lloj metodikash, duke filluar që nga një fotografi. Dhe këto nëse më pyeta pak më parë çfarë thirrje mund t'i bëjmë prindërve se si mund ta depistojnë në shtëpi, të gjithë jemi me celular. Mjafton një foto në disa plane pa e pasur mendjen fëmia dhe duke ja shfaqur fëmijës. Fëmia nuk e di se ç'do të thotë rri drejt. Nëse e pyet fëmijën ai thotë unë drejt jam dhe nuk ka se si të rri drejt në momentin që ai e pretendon që është drejt. Duhet i shfaqim disa pamje që vizualisht ai ta shikojë se si ndihet dhe si ndodh dhe pastaj mund ta çojmë tek mjeku specialist, fizioterapisti, ai që merret me mirëqenien fizike, për të bërë fotografi në plane të ndryshme dhe për të bërë biseduar me fëmin. Vetëm kjo është mënyra për ta bindur dhe për ta ndërgjegjësuar që duhet filloj të rri drejt, nëse mund të rri drejt, të aktivizoj muskujt për të qëndruar drejt edhe në mënyrë të pavetdijshme, sepse unë në fakt doja të thosha se sado që ne të përpiqemi të rrim drejt, ne jemi njerëz dhe kemi një moment që kemi një qëndrim tonit. A duket sikur e sforcojmë veten kur mundohemi të rrim drejt, a nuk duhet të vi natyralisht kjo? Kemi të bëjmë posturën koshiente dhe postura jo koshiente. Ne duam që ato posturën jo koshiente ta bëjmë sa më shumë koshiente dhe të rri sa më shumë drejt edhe pa instinktivisht pa e pasur. Dhe kjo gjë ndodh vetëm duke aktivizuar grupe muskujsh të veçantë për të qëndruar në një posturë shumë herë më të mirë dhe për të mos pasur problemet e jetës përditshme për aprishjen e cilësisë ditore, sepse edhe numri i problemeve të dhimbjeve të qafës së ulur ndjeshëm në fëmijë, ndryshe nga më parë të cilët kanë qenë të 20-25 vjeçare, të cilët sapo fillonin punën, tani kemi fëmijë të cilët është shtuar numri atyre të cilët janë me syze, por edhe numri atyre të cilët rrinë gjatë gjithë kohës. Absolutisht që rinë. Do ndalem pak tek trajtimi se përmende një dy, përmende ato jelekun, korsen, po janë disa ushtrime të thjeshta që pra po kthehem tek dikur. Për shembull ne kur shkonim në shkollë, në mëngjes, mësuesja nuk fillonte mësimin, po thoshte bëni sikur kapni mollët apo dhe më duket sikur këto metoda tashmë nuk bëhen më mbas se jam gabim, sepse unë nuk di çfarë ndodh në çdo shkollë, po më duket sikur janë disa metoda që të thjeshta sikur janë lënë pas dore. A bëhen akoma ju në marrëdhënien që keni dhe që thatë me mësuesit e fizikulturës, apo nëse nuk e bën shkolla, mundohemi ta bëjmë shtëpi në darkë apo në mëngjes kur zgjohet fëmia, ç'e rekomandon për këtë? Atëherë, mjaftojnë vetëm 10 deri në 15 minuta në ditë që të krijojmë një farë një aktivitet me fëmijën, prindi me fëmijën, me ushtrime mjaftueshëm të thjeshta në shtëpi të cilat mund të mësohen duke konsultuar me fizioterapistët. Ndërsa nëpër shkolla fatmirësisht janë shtuar ekipet sportive dhe fëmijët merren me aktivitet. Ky është një lajm i mirë. Po kjo ndonjëherë nuk mjafton, sepse deformimet e kolonës duhet të preken grup muskujsh të tjerë dhe janë ushtrime specifike, të cilët duhet konsultuar me patjetër me një fizioterapist. Por patjetër që fëmijët janë futur dhe kanë dëshirën që të aktivizohen jo vetëm në një aktivitet sportiv, por edhe në 2 dhe në 3. Por kuptojmë që ne flasim për Tiranën, por është e gjithë Shqipëria të cilët ndoshta nuk e munden me kushtet e nëse demonstron një ushtrim të thjeshtë një prind i koshient themi apo që ka merak mund ta bëjë në mëngjes. Çfarë do lloj aktiviteti? Unë shpeshherë kam thënë, nëse ne mund të bëjmë lojra të tipit, sepse nëse i themi do bëjmë aktivitet ose do bëjmë ushtrime ndoshta fëmia tërhiqet. Nëse ne bëjmë një shprehje ose një veprim në mënyrë të zakonshme, shpeshherë e them, sikur mund t'i themi fëmijës, në momentin që ne sa herë që do lajmë dhëmbët në mëngjes, do bëjmë 10 pompa, do bëjmë 10 kërcime, ku e diun çfarë do lloj aktiviteti, të cilat atë mund ta zgjojnë nga gjumi, kapin e mollë, por ta bëjmë në mënyrë të përditshme pas një zakoni, cili është larja e dhëmbëve, ose pas ngrënies së bukës ne duhet të bëjmë një veprim tjetër, para gjumit duhet të bëjmë disa veprime tjera. Pra, duke e bërë 2 herë në javë, 3 herë në javë, një 10-15 minutë në një formë zakoni, atëherë fëmia do ta ketë edhe si lojë, edhe si aktivitet, por patjetër që do aktivizoj grupe muskujt të cilët mund të bëhet më i ndërgjegjshëm për vetë. Dhe kjo është më e mirë apo më e vështira për të bërë në realitet, ose zakonet e shëndetshme duan mund të ndërtohen që të kthehen në mënyrë jetese. Le të flasim pak për trajtimin sepse duket sikur kufizon shumë
dhe pastaj e penalizon këtë individ, kjo smundje, mbi 16, do të kemi një adult që dikur në një moment të jetës të shfaqe këtë problematikë. Unë duhet të korrigjoj pak sepse nuk duhet ta quaj smundje. Sepse nuk është një sëmundje dhe shpeshherë ngarkohen nga ana psikologjike për të kuptuar se gjithë diçka ka ndodhur me trupin e tyre. Ajo është një zhvillim i kolonës në mënyrë jo normale, e cila në një moment caktuar stopon. Duhet kapur sa më shpejt dhe trajtuar. Dhe mënyrat e trajtimit janë 3. Dhe këtu shpeshherë keq kuptohen dhe bëjnë veprime të nxituara dhe më pas humbin kohën, sepse thash koha është një ndër efektet, është një ndër elementet kryesorë në trajtimin e saj. Si fillim në gradet e para është fizioterapia specifike. Janë fizioterapistë të licencuar të trajnuar për të trajtuar deformimet e kolonës. Nuk mund të trajtohet më me metoda të përgjithshme, sepse tashmë studimet kanë evoluar, shkenca ka evoluar, mënyra e kërkimit shkencore ka evoluar dhe duhet në mënyrë specifike sepse është një deformim i kolonës në të treja planet. Madje dhe të personalizuar, mjekësia po shkon drejt një trajtimi të personalizuar, siç kemi ADN unike, ashtu duhet jenë edhe trajtimet. Pra, në hapat e para, në momentin që ne shohim një asimetri trupore, mund të bëhen metoda shumë të ndryshme, nëse shohim gradet e para të skoliozës, të cilat variojnë deri në 15 apo 20 gradë në varësi të moshës dhe shenjave klinike, mund të trajtohet me fizioterapi specifike, dhe mbi 25 apo 30 gradë në varësi të moshës dhe shenjave klinike, patjetër që duhet ndërhyet me boost korrigjues, me korse. Dhe mënyra e tretë e trajtimit është kirurgjia, e cila është mbi 50 gradë. Dhe këto janë të vetmet mënyrat trajtimit të uljes së progresionit. Qa janë aktivitete sportive, yoga, pilates, futbolli, basketbolli, noti, çfarë do lloj gjëje ndihmon pjesën e sistemit muskular, mundohet të stopoj deri diku, por nuk mund të themi dot për një trajtim specifik. E korrigjon. Pastaj e kuptova të gjithë thelbin dhe ato që e kishe si qëllim kryesor të gjithë bisedës që është mirë të mos kalojmë qoftë edhe deri te korseja, sepse dhe ajo përveç vështirësisë në vështirësinë e jetës fëmijës bëhet shkak për bullizim edhe tek fëmijët që domethënë janë fenomene që janë shtuar, nuk duan ta mbajnë. Prindërit korsesh sepse fëmia nuk do. Nuk do, ato nuk pranojnë të marrin bukë me vete, jo më pastaj kur se është një fenomen që është i pranishëm dhe nuk mund të fshihemi pas gishtit të themi që po do ta mbaj. Trajtimin e skoliozës e përbën një ekip i gjerë, një ekip multidisiplinar, ku futet edhe psikologu. Vetëm për mënyrën e pamjes nga ana estetike, por edhe trajtimit me boost, ose edhe me kirurgjinë së devijme. Është prindi, është mjeku ortoped, është ortotisti që bën boostin, është fizioterapisti, janë dhe kirurgu kur të bëj kirurgjinë. Pra, është një grup shumë i gjerë të cilët duhet marrë pjesë në ndërveprimin dhe trajtimin e kësaj patologjie. Të falenderoj shumë që erdhe, bë mirë që të rogjëm vëmendjen sidomos për një të vëzhguar të fëmijës, mbase qoftë edhe çdo vit para se të fillojë shkolla. Asnjëherë nuk është vonë për të kontrolluar. Asnjëherë nuk është vonë. Unë gjithmonë e them, nëse shtatori është fillimi i shkollës, le të bëhet një kontroll fizik i fëmijës edhe pa pasur asnjë lloj problemi. Sepse ne nuk folëm për probleme që mund vinë nga gjymtyrët e poshtme, të cilët përsëri ndikojnë. Pra, ka jashtëzakonisht shumë problematika të cilat ka sens të shikohet mirë me pjesën e. Mund ta vazhdojmë një herë tjetër për problematikën, sepse e rëndësishme është të informojmë, të tërheqim vëmendjen. Unë them më mirë një merak i shtuar sesa një diagnozë e vonuar. Të falenderoj që ishe këtu. Për rubrikën Shëndetin në kuzhinë, unë jam me Yrida Basha, është dietologe klinike, mirë se erdhe. Mirë se të gjej Dorada, gjithmonë kënaqësi të jesh në studion tënde. Dhe në fakt u bë shkas një postim, sepse gjithnjë më tepër ne jemi ndërgjegjësuar që të ushqemi shëndetshëm. Dhe ti e vëre më mirë se kushdo tjetër edhe nga personat që ndiqen apo pacientët, duke qenë se i ke dhe të lidhur edhe me sëmundje të caktuara. Ndërkohë, janë disa fruta dhe perime që ne përpiqemi t'i fusim në regjimin tonë ushqimor duke përpjekur për mirë, po prapë ndjejmë një lloj diskomforti. Le të flasim për brokolin, për shembull. Po, në fakt nuk është e rrallë kjo pyetje që më bëhet, që Yrida apo ne i kemi futur në regjim ose ti na i ke dhënë, por unë prapë ndihem keq, ndihem me fryrë të tjera me radhë. Së pari duhet kuptojmë që këtë fryrje apo këtë problem, qoftë edhe diskomfort intestinal apo irritimet lëkurës që mund të manifestohen si një situatë caktuar, nuk vijnë sepse ushqimi na bën dëm,
por sepse ne kemi një problem shëndetësor, pra ne kemi një zorë të inflamuar, kemi SIBO, kemi një sindrom të zorës së irrituar, apo kemi një inflamacion të lartë të zorës, e cila manifestohet kur disa përbërës kimik të ushqimeve të caktuara vinë në to. Pra, në qoftë se mikroflora jonë intestinale nuk është ajo që duhet, pra nuk është në kolonit e dur, nuk është në diversitetin e dur, ne kemi një infekcion, inflamacion caktuar në zorë, apo kemi ato që quhet leaky gut syndrome, sigurisht hapësira të mureve të brendshme të zorës bëjnë të mundur që bashkë me ushqimin të vinë dhe toksina të cilat mund na krijojnë këtë situatë. Mirë, pa kaluar tek kjo, duke folur të themi për një popullat që nuk i ka këto problematika, një lloj diskomforti tek një popullat, për shembull, mos është sasia për shembull? Okej, e konsiderojmë sasin, por në momentin që jepet e përshkruar me recet nga dietologu, sigurisht sasia është e duhura. Dhe nëse ne vazhdojmë të kemi diskomfort, do të thotë që nuk është më ushqimi, por duhet parë çfarë po ndodh brenda zorës dhe pse ky ushqim që konsiderohet i shëndetshëm është problematik për ne. Që do të thotë, ekziston një listë ushqimesh të cilat kanë sasi të larta të fibrave, ndoshta shumë më të larta se sa mund të përballojë mikroflora e këtij individi. Po për shembull, një individ i caktuar referon që i shëndetshëm edhe mbasi është konsultuar me dietologun apo gastron, kur konsumon të themi fasule, ndjen një janë lloj ushqime të cilat krijojnë gas. Pikërisht, janë ushqime që krijojnë gas, janë ushqime të cilat kanë sasi më të lartë të fibrave. Pikërisht, le të flasim pak. Pra janë disa ushqime që kanë sasi më të lartë fibrave dhe krijojnë gas. Le ti përmendim pak. Ne i quajmë ushqime të cilat futen tek lista FoodsMed, pra që kanë sasi shumë të lartë të fibrave, nëse do të përkthenim akronimin e të gjithës kësaj. Pra, praktikisht e s'kemi pse bëjmë shkencë tani. Por, sigurisht, në momente të caktuara, kjo ushqyeri fillon graduale. Pra, në qoftë se unë dikujt i them duhet konsumosh, po marrim një rast, 80 gram fasule, këtij personi do t'i them, do të konsumosh pak më pak, duhet bërë edhe mënyra e gatimit, pra duhet hequr uji i parë, të derdhët uji i parë, duhet hequr lëvorja e cila mund të na shkaktojë më shumë fryrje, sepse ka më shumë fibra, sepse ka më shumë oksid azoti e të tjera me radhë. Brokoli po ashtu, për hir dhe të disa elementve kimik, fitokimik shumë të rëndësishëm, pavarësisht se janë të shëndetshëm për trupin ton, mund të na krijojnë pikërisht të situatë. Sasia e fibrave që përmban brokoli sigurisht që është e lartë, dhe patjetër që kjo zora jone, e cila nuk është në stabilitet, mund të krijohet ose mund të ndihet e lodhur ose e tej lodhur nga puna që po i jepet. Ka të bëjë dhe mënyra si e gatuajmë për shembull te brokoli? Po, patjetër, brokoli sa më i pagatuar të jetë, aq më shumë do të na krijojë probleme me fryrjen. Në momentin që e gatuajmë në avull me temperaturë në një kozjatje më të lartë, sigurisht që kjo fryrje mund të eliminohet. E njëjta gjë vlen edhe meqense kapën brokolin, se e ka merak, tek persona të cilët vuajnë nga Hashimoto. Këta persona kanë tendencën që të kenë probleme gastrointestinale, të jenë gjithmonë të fryrë me ekstremitete të fryra, të ftohta, të dirësitura etj me radhë, dhe gjithmonë dëgjoj që po ne na kanë thënë që familja gojtrogjene, pra krucifere, nuk duhet të konsumohet, pra brokoli, lakër, kale etj. Po, nëse ne konsumojmë të gjallë, sepse për hir të këtyre gojtrogjenëve që përmenda, trupi do të ndryshojë mënyrën se si jodi do të prodhohet ose do të menaxhohet. Do të thënë, duhet ta konsumojnë? Por këta persona, nëse e konsumojnë brokolin të gatuar fort, pra në temperaturë të lartë, për një kohë më të gjatë nga ata që ne referojmë normalisht, atëherë këta individ mund ta konsumojnë lirshëm brokolin dhe gjithë familjen krucifere, pasi këto gojtrogjenët e humbasin vlerën, pra denatyrohen. Mirë, vetëm që ta themi që të mos të konfuzionojmë, ta themi vetëm për personat që vuajnë me Hashimoto, ndërkohë për të gjithë të tjerë të gatuar sa më pak. Lirshëm, dhe tek personat që kanë probleme me këtë problem, që thamë pra me intestinin, ose që nuk duhet të përdorin listën e ushqimeve FoodMap edhe pse është e shëndetshme, këta persona duhet ta reduktojnë në sasi dhe në mënyrën se si e përdorin. Unë nuk e dija për avokadon, për shembull, çfarë ndodh për shembull avokado hyn tek këto i ka çfarë përbërës? Avokadoja ka sasi shumë të larta të yndyrnave dhe po ashtu të fibrave. Dhe ne dim shumë mirë, dhe prandaj dhe para aktivitetit fizik ne rekomandojmë të mos përdoren ushqime me sasi të larta yndyrnash, edhe pse konsiderohen të shëndetshme, pra nuk po të kategorizojmë këtu, sepse zakonisht yndyrnat le të themi pengojnë tretjen në një mënyrë. Dhe normalisht në momentin që ne kemi një individ i cili tashmë është i ndjeshëm nga zora e tij nga këto ushqime, patjetër që duhet ta kufizojë përdorimin e tij, por nuk kemi duke folur këtu për 2-3 feta avokado. Pra, edhe sasia ka... Po pra, dhe edhe sasia ka të bëjë. Prandaj pyeta në fillim, sasia luan rolin e saj. Dhe të themi idealja, sepse dëgjojmë nga që avokado është një nga këto frutat, nëse hyn frut perim, që ka hyrë i ri. Sa është, të themi,
Dëgjova për shembull që hëngra gjysmë avokado, sa është mirë? Një treta, një katërta në një vakt? E gjitha kjo përcaktohet për një adult të shëndetshëm. Po, në varësi të aktivitetit që bën dhe të nevojës reale që ka. Në fakt, avokadoja, për ata që duan ta hanë, sepse nuk është një nevojë alarmante për organizmin, duke qenë që sapo e tham, është një produkt i ri dhe ne na është dashur të përshtatemi me të, patjetër që te rreth 1/4 është në rregull. Por, ka dhe një gjë, nëse përdoret si zëvendësuesi i yndyrnave, pra në një sallatë, unë nuk kam shtuar vaj ulliri, dhe nëse bëj një krem me salsën pra një salsë me kremin e avokados, më fal, sigurisht jam në rregull dhe nëse përdor gjysmë, no? Pra me pak limon, me erza. Por nëse shtojmë dhe vajin e ullirit? Por nëse unë shtoj dhe vaj ulliri, nuk është fare e nevojshme që të përdorim gjysmë. Edhe buka e bardhë dihet madje. Buka e bardhë është pa diskutim e pa rekomanduar, përjashton raste shumë të rralla si kundërshtohet orizi i bardhë tek personat që kanë vërtet një intolerancë, një ndjeshmëri të lartë ndaj fibrave. Ta shohim te foto tjetër se më bëri kurioz diçka. Orizi i bardhë në këtë postimin që unë pash, ishte futur tek këto ushqime që nuk të fryn. Në fakt ne jemi mësuar ndryshe. Ja, do ta them edhe këtë. Për shembull, tek individët të cilët kanë diarre apo kanë një problem intestinal që vjen nga marrja e një antibiotiku, etj, nuk ka rëndësi, pra jemi në diarre, nuk mundet të marrim oriz integral apo bukë integral të tjera. Dhe gjithmonë edhe ma kanë pyetur pse ma ke vënë këtë. Sepse normalisht në momentin që unë do të jap më shumë fibra, do të shtoj mundësinë për një defekim të afërt. Dhe në këtë rast ne shmangim marrjen e fibrave me tepri dhe në një zorë që është me likigat, IBS, IBD, PSIBO, sigurisht do të themi ato sindroma e zorrës si irrituar që të na kuptojnë. Dore dëmtuar, inflamuar, ulcer intestinale, mikrohemorragji intestinale etj. Normalisht unë më duhet ta ul numrin e fibrave. Po këto janë specifike. Dhe janë specifike dhe patjetër është për një kohë të shkurtër se pas ekte. Banania është e përbërë me kalium dhe magnez, sigurisht e rregullon intestinin, pra lëvizjen, më fal, permeabilitetin, lëvizjen e saj dhe supozohet një ushqim që nuk krijon fryrje. Por ama nuk janë të pakt njerëzit të cilët manifestojnë fryrje pas konsumit të bananes. Gjithçka është mund ta them çfarë kam lexuar edhe pastaj më korrigjohesh Mita, po është fakt sepse banania nuk duhet konsumuar me të themi me stomakun bosh. Nuk e di sa e vërtetë është. Jo, nuk, përkundrazi banania e ndihmon stomakun bosh të vishet, por kjo nuk është thjesht për çështje të mungesës apo të dhënies keq të informacioni, por të manifestimit të secilit individ ndaj një ushqimi të caktuar. Pra çfarë më bën mirë mua? Jemi unik. Nuk të bën mirë ty dhe anasjelltas. Ulliri nuk shkakton fryrje. Në fakt, ulliri shkakton fryrje nëse kalojmë një sasi të caktuar, i pasur dhe ai si avokadoja me acide yndyrore dhe patjetër me vajra pavarësisht të shëndetshëm, por tek personat që kanë probleme me zorrën e trashë në gjuhën popullore, pra me ata që kanë probleme me hemoroidet apo ata që kanë probleme me kapslikun e të tjerë, është mirë të mos te kalojnë. Po të them 5 kokra në ditë do thot na thau kjo, po ta themi 3 deri në 5 kokra. 3 deri në 5 kokra në ditë për personat që kanë anomali të tilla, por edhe më pëlqen gjithmonë edhe në postime dhe në që futet karrota, gjithmonë e kemi pasur gjithmonë, madje tani ka dhe varietete të ndryshme të karrotave, po karrota është një perim që nuk shkakton fryrje dhe ndërkohë ka element shumë të mirë nutrient. Absolut, dhe karrota, duke qenë që po e kuptuam tashmë që nuk krijon fryrje, është mirë së bashku me specin, brokolin e tjerë, të vendosen, të konsumojnë të gatuara. Të gatuar, këtë doja që ta thosh. Po, të konsumojnë të gatuara, sigurisht jo sa ta bëjmë pure fare, por që të jetë pak e zjerë në mënyrë që të gjitha ato nutrientët që përmban, zeaksantina, luteina, të gjithë përbërësit, të paketohen, pra të koncentrohen, të përqendrohen, dhe në këtë rast edhe organizmi i përfton më mirë. Karrotat të gatuara pak, për t'i marrë maksimumin e vlerave. Do ndale pak tek çokolata, mos ta ngatrojmë, më bëhet fjalë për çokoladën e zezë, dhe duhet këtë ta saktësoj. Çokolata e zezë, fondente mbi 75, mirë është të bashkëshoqërohet me frut arror, për shumë arsye, së pari duke konsumuar një frut arror me çokoladën, sikundër dhe një frut stinor me frut arror, ne bëjmë të mundur si të themi ngadalësimin e kohës të rritjes së sheqerit në gjak. Pra, përthithja e sheqerit në gjak zvogëlohet në kohë në momentin që ne bëjmë këtë lloj kombinimi për hir të fibrave që përmbajnë frutat arrore, por nga ana tjetër edhe për hir të acideve yndyrore që përmbajnë ato. Ndaj çokolata, patjetër nëse nuk e kalojmë raportin e 50 gramëve,
Atëherë Thash, nuk një ka nga pse. ato pafkat është 50 gram? Varet nga pesha e se matësia, cilës plak, por që le të themi 2-3 plaka në një 2-3 plaka. çokoladë e cila është e hollë. Megjithatë, duke pasur shumë antioksidant, e falim edhe një plak më shumë, sepse përmban flavoritë pafund. Absolutisht. Ti jetë zezë dhe kombinuar me arror për më të mirën. Mirë, të gjithë këto janë përbërës që ne i përdorim, edhe kështu që pse jo ti përdorim sa më mirë. Absolut, ideja është dhe te kombinimet, sepse ka ushqime të cilat mund të interferojnë, në kuptimin njëra ka... Ja, si kombinimin Po, çokoladës nuk mund të me bëjmë salat brokoli kur kemi gjellë me fasulesh, supozojmë, sepse e dim që të dyja këto pavarësisht se janë të shëndetshme të kombinuara, bashkë trupit nuk i bëjnë mirë. Ose si kemi thënë, nuk mund të përdoret spinaq me kos. Në momentin që ne kemi rënje të hekurit nga përthithja, nga shkarkimi që kalciumi i kosit e bën. Pra, edhe kombinimi në këtë rast... Spinaqin me limon e kemi. Po, absolutisht, spinaqi dhe të gjitha perimet gjithë e gjelbërta kanë sasi të larta të hekurit, por e kanë në formatin jo hem, që do të thotë trupi nuk e përthith mjaftueshëm ashtu sikur se e merr nga një burim shtazor. Dhe për ta bërë këtë gjë, pra për të mos na ikur dëm gjithaj mundi, çfarë bëjmë? Shtojmë vitaminën C, dhe acidin folik, pra pika limoni, sheg, fruta. Dhe unë gjithmonë e uthull, po i rekomandoj qoftë edhe te kuzhina në punë, por edhe në familje them, hidhi çfarë frutash ke në shtëpi, shtoj në një sallatë. Sepse dhe të shishme e bën, dhe syri është ai që ha më shumë se sa stomaku, dhe patjetër që ne kemi gjërat vetë në dorë. Radhës tjetër për disa nga kombinimet, që të se mbase nuk i bëjmë siç duhet. Falenderoj që ishe. Faleminderit shumë. Kjo ishte Klinika 24 edhe për sot, së bashku jemi të shtunën e ardhshme.